Një vajzë rreth 18 vjeçe u vetë plagos në një hotel në Tiranë, sipas policisë, ngjarje për të cilën 2 persona janë vënë në pranga dhe 3 të tjerë janë shpallur në kërkim të dyshuar për moskallëzim krimi dhe pengim të zbulimit të së vërtetës dhe armbajtje pa leje. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 00:15 të datës 14 shkurt, kur në spital u paraqit e plagosura shtetësja me inicialet NK, 18 vjeçe, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nga veprimet hetimore dhe këqyrja e kamerave të sigurisë, rezultoi se ngjarja ka ndodhur në ambientet e një subjekti në Sauk, ku e reja dyshohet se është vetë plagosur me armë zjarri. Ajo është transportuar në spital nga 2 persona. Në vijim të hetimeve u arrestuan në flagrancë shtetasit Vladimir Gjuta dhe Mirvete Rexhbati Gjuta. Vladimir Gjuta është një personazh i njohur për drejtësinë, pasi ka qenë më herët i përfshirë në disa ngjarje në të shkuarën. 3 persona janë shpallur në kërkim, ndërkohë që policia thotë se ata akuzohen për moskallëzim krimi dhe veprimet të cilat zbulojnë pengimin e së vërtetës. Mes tyre është edhe një 22 vjeçar që akuzohet edhe për armbajtje pa leje. Sipas policisë, këta shtetas dyshohet se kanë prishur provat në vendin e ngjarjes dhe nuk kanë kallëzuar krimin. Vijon puna për gjetjen dhe sekuestrimin e armës së zjarrit të përdorur në ngjarje, si edhe për kapjen e personave të shpallur në kërkim, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.